Tatuazhet në Islam. Në botën bashkohore, tatuazhet janë shndërruar në një industri globale, në një formë arti dhe në një mjet për të shprehur identitetin, kujtimet apo rebelimin. Miliona njerëz në mbar botën zgjedhin të gdhëndin në lëkurën e tyre shenja të pashlyeshme. Por, kur drita e udhëzimit islam drejton jetën e një njeriu, çdo veprim, çdo zakon dhe çdo zgjedhje kalon përmes një analize më të thellë. Trupi ynë nuk është thjesht një pronë private me të cilin mund të bëjmë çfarë të duam. Në Islam, trupi është një amanet, një dhuratë e përkryer nga Krijuesi, të cilën na kërkohet ta ruajmë dhe ta respektojmë. Prandaj shtrohet pyetja: cila është e vërteta pas ndalesës së tatuazheve në Islam? Çfarë fshihet pas fjalëve të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, dhe si duhet veprojë ai që tashmë e ka një të tillë? Ndryshe nga disa çështje që mund të kenë hapësirë për interpretime të ndryshme, çështja e tatuazheve tradicionale, atyre që bëhen duke shpuar lëkurën me gjilpër dhe duke futur bojë në shtresat e saj, është e prerë dhe e qartë në traditën islame. Profeti Muhammed alayhi salam e ka ndaluar këtë veprim në mënyrë kategorike. Në koleksionet më autentike të haditheve, siç janë Sahih al-Buhari dhe Sahih Muslim, transmetohet se i dërguari i Allahut e ka mallkuar atë që bën tatuazh, ndonjë tjetri, dhe atë që kërkon të bëhet tatuazh. Në fjallorin fetar islam, përdorimi i fjalës mallkim, lana, nuk është diçka e lehtë. Ai nënkupton largimin nga mëshira e Allahut. Për këtë arsye, dietarët islam përgjatë shekujve kanë rënë në konsensus se bërja e tatuazhit klasifikohet si një prej gjunaheve më të mëdha. Kebeir. Arsyeja kryesore teologjike pas kësaj ndalese është ndryshimi i krijimit të Allahut pa një nevojë mjekësore. Allahu i madhëruar e ka krijuar njeriu në formën më të përsosur, dhe ndryshimi i përhershëm i kësaj strukture për qëllime thjesht estetike shihet si një mosmirnjohje ndaj dizajnit hyjnor. Me zhvillimin e teknologjisë, dietarët bashkohor kanë analizuar me kujdes format e reja të ndryshimit të trupit. Institucionet më të larta të fetvas në botën islame kanë rikonfirmuar se tatuazhet e përhershme mbeten rreptësisht ndaluara, haram, për shkak të injektimit të bojës në lëkurë, gjë që shpesh shkakton edhe bllokim të qarkullimit të pastër apo rreziqe infeksioni. Por çfarë thon ata për format alternative? Dietarët kanë bërë një dallim të qartë midis asaj që është e përhershme dhe asaj që është e përkohshme. Për shembull, përdorimi i kënas, henna, apo i stampave të përkohshme që qëndrojnë vetëm mbi sipërfaqen e lëkurës dhe largohen pas pak ditësh, është i lejuar, veçanërisht për gratë, pasi nuk ndryshon krijimin e Zotit dhe nuk pengon ujin të arrijë në lëkurë gjatë abdesit. Sa i përket tatuazheve kozmetike, si rregullimi i vetullave me teknikën microblinding, dietarët bashkëkohor janë shprehur se nëse bëhet për të korrigjuar një defekt të dukshëm apo një sëmundje lejohet, por nëse bëhet thjesht për ekstravagancë dhe ndryshon formën natyrale, hyn në zonën e ndaluar. Këtu arrim në një pikë jashtëzakonisht të rëndësishme, ku mëshira e Islamit shkëlqen më fort se çdo gjë. Çfarë ndodh me një person që ka bërë tatuazhe në të kaluarën, kur nuk ka qenë praktikues i fesë ose përpara se të bëhej musliman? Sot, shumë njerëz dëshirojnë të falen, dëshirojnë të vinë në xhami, por ndjejnë turp dhe frikë. Ata mendojnë, si të falem unë me këto tatuazhe në trup? A më pranohet namazi? A më pranohet abdesi? Dëgjoje me vëmendje këtë mesazh, o robi i Allahut. Islami nuk erdhi për të shkatërruar të ardhmen tënde për shkak të gabimeve të së kaluarës. Rregulli i artë në Islam, i vendosur nga vetë profeti alayhis salam, thotë: Islami i fshin të gjitha gjunahet që janë bërë para tij. Kur një njeri pranon Islamin ose pendohet sinqerisht për të kaluarën e tij, fleta e tij e jetës bëhet plotësisht e bardhë. Ai person është i pastër para Zotit të gjithësisë. Po me tatuazhin, çfarë duhet të bërë? Dietarët islam kanë vendosur një rregull shumë të lehtë dhe logjik. 1. Nëse njeriu ka mundësi financiare dhe mjekësore për ta hequr tatuazhin, për shembull me lazer, pa i shkaktuar vetes një dëm të madh shëndetësor apo gjymtim të lëkurës, atëherë është e pëlqyeshme dhe duhet ta heqë. 2. Por nëse heqja e tij kushton shumë shtrenjtë, ose nëse procesi i heqjes shkakton dhimbje të padurueshme, plagë të rënda apo dëmtim të shëndetit, atëherë ai nuk ka asnjë detyrim ta heqë. Ai lihet ashtu siç është. Abdesi i tij është 100% i saktë. Namazi i tij është plotësisht i vlefshëm dhe ai është një musliman i nderuar në shtëpinë e Allahut. Boja e tatuazhit ndodhet në lëkurë, prandaj uji i abdesit që lan sipërfaqen e lëkurës e kryen funksionin e tij në mënyrë të përsosur. Në fund të ditës, Allahu i madhëruar nuk shikon format tona, as ngjyrat e vizatimeve mbi lëkurën tonë, siç ka thënë edhe profeti alayhis salam. Vërtet, Allahu nuk shikon trupat tuaj dhe as pamjet tuaja, por ai shikon zemrat tuaja dhe veprat tuaja. Nëse ke tatuazhe nga e kaluara, mos lejo që ato të bëhen pengesë mes teje dhe sejdës.
Mos lejo që për shpëritjet e djallit të thonë se nuk e i denjë për xhamin. Lëkura mund të jetë e shënuar nga gabimet e dynjas, por e rëndësishme është që zemra të jetë e pastër dhe e dorëzuar para krijuesit. Dhe për ty që po mendon të bësh një të tillë sot, kujtohu se bukuria e vërtetë nuk është ajo që gdhëndet me dhimbje e gjithëbëra mbi lëkurë, por ajo që reflekton përmes dritës së besimit dhe moralit të mirë. Ruaj amanetin e Zotit, sepse trupi yt meriton të mbetet ashtu siç ai e projektoi, i pastër, i thjeshtë dhe madhështor.